Borxhi publik është bërë objekt debati midis deputetëve të mazhorancës dhe opozitës në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Gjatë diskutimit të projekt buxhetit të vitit të ardhshëm, kryetari i komisionit Edmond Spao ritheksoi qëndrimin e mazhorancës se borxhi publik nuk do të rritet gjatë vitit të ardhshëm. Pavarësisht që borxhi është në kufi e 59.5%, struktura e borxhit të Shqipërisë është një strukturë e qëndrueshme që eviton atë rrezik hipotetik që pretendon opozita. Por nga ana tjetër opozita ka kundërshtuar duke thënë se borxhi paraqet tendencë rritjeje. Shqipëria është vendi që mbledh më pak të ardhur se gjitha vendet e rajonit. Dhe raporti i borxhit të Shqipërisë me të ardhurat është më i përkeqësuar se në vendet e tjera. Pikë tjetër e diskutimit në komision kanë qenë dhe fondet e pushtetit vendor. Përfaqësuesit e Ministrisë së Financave përpara deputetëve thanë se rimbursimi i kasave fiskale do të bëhet nga pushteti qendror. Do jetë një fond, një dispozicion për të bërë rimbursimin, një fond shtesë për të rimbursuar ato shpenzime që janë përcaktuar me ligj. Sipas të dhënave më të fundit nga Ministria e Financave, aktualisht vetëm 50% e bashkive dhe komunave kanë arritur planin në mbledhjen e taksave. Pjesa tjetër, ku bëjnë pjesë dhe disa prej bashkive më të mëdha në vend, kanë rënje në nivelin e të ardhurave.